Partia Demokratike vijon negociatat përfundimtare për listat e kandidatëve me aleatët e saj, ndërsa ende nuk ka një marrëveshje të plotë. Në kuadër të koalicionit opozitar, Partia Demokratike ka garantuar aleatëve 8 vende të sigurta në listë, me Partinë e Lirisë të Ilir Metës që siguron pjesën më të madhe me 4 kandidatë. Përveç saj, Partia Republikane, Partia Agrare Ambientaliste, PBDJ-ja dhe PDJ-ja kanë siguruar nga një vend secila në listën e mbyllur të Partisë Demokratike. Nga ana tjetër, Berisha ka zhvilluar primaret brenda Partisë Demokratike për të përzgjedhur kandidatët e tij, por mbetet e paqartë se si do të balancojnë rezultatet të këtyre primareve me kërkesat e aleatëve. Ai pritet të përfshijë edhe parti të tjera më të vogla në listë, megjithatë këto vende nuk janë të sigurta. Ndërkohë, në disa prej aleatëve të tij, Berisha ka bërë marrëveshje që lidhen me qeverisjen e ardhshme nëse opozita fiton zgjedhjet. Para se të dorëzohen në KQZ, lista do të kalojnë për shqyrtim në kryesinë e Partisë Demokratike dhe më pas në Këshillin Kombëtar, ku do të miratohen përfundimisht. Sfida më e madhe për Partinë Demokratike mbetet ruajtja e balancave mes 25 partive që kanë mbledhur rreth vetes, duke shmangur përçarje apo pakënaqësi të mundshme. Në zgjedhjet e 11 majit që afrohet, Partia Demokratike duhet të menaxhojë me kujdes këto ekuilibra për të ruajtur unitetin brenda koalicionit opozitar.